A përmenden dinozaurët në islam? Gjigantët e fshehur, krijesat që sunduan tokën. Kocka gjigande, dhëm të mdhenj si anxhar, gjurmë këmbësh sa një shtëpi. Shkenca i quajti dinozaur dhe tha se jetonin miliona vjet më parë. Por njeriu ka pyetur gjithmonë, a flet Islami për krijesat e lashta? A ka vend për dinozaurët në besimin tonë? Përgjigja është po, por me kujdes, me ndershmëri dhe me urtësinë e dietarëve. E vërteta e parë, Islami nuk mohon ekzistencën e tyre. Para çdo gjëje tjetër, duhet thënë diçka e rëndësishme. Islami nuk mohon ekzistencën e dinozaurëve. Dhe kjo nuk është kompromis. Është teologji e saktë. Allahu thot në Kur'an. Allahu krijoi çdo kafshë nga uji. Disa prej tyre ecin mbi barkun e tyre. Disa ecin mbi 2 këmbë dhe disa ecin mbi 4. Allahu krijon çfarë të dojë. Vërtet Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Surja Nur 45. Allahu krijon çfarë të dojë. 5 fjalë që hapin derën ndaj të gjitha krijesave, të njohura dhe të panjohura, të sotme dhe të lashta. Dhe Allahu thot gjithashtu: dhe krijoi gjëra që ju nuk i dini. Surja Nahl 8. Krijesat që njeriu nuk i di, krijesat që njeriu i zbuloi pas shumë kohësh, krijesat që jetonin para njerëzimit, të gjitha nga dora e Allahut, të gjitha në ndijen e Allahut. Kurani nuk përmend dinozaurët me emër, dhe kjo nuk është surprizë. Kurani nuk është enciklopedi biologjike, është udhëzim. Por Kurani flet për gjithë përfshirje, për krijimin. A nuk e shohin ata që nuk besojnë se qiejt dhe toka ishin të bashkuara dhe ne i ndam ato, dhe nga uji bëm çdo gjë të gjallë? A nuk besojnë? Surja Enbiya 30. Ky ajet që shumë dietarë moderne lidhin me teorinë e Big Bangut dhe origjinën e jetës nga uji, hap një perspektivë të gjerë. Çdo gjë e gjallë ka origjinë, çdo gjë e gjallë i nënshtrohet vullnetit të Allahut. Dinozaurët nuk bëjnë përjashtim. Imam Taberi, komentuesi i madh i Kuranit, ka shkruar: Allahu ka krijuar para Ademit alayhis salam krijesa të shumta mbi tokë dhe ka zhdukur disa prej tyre para ardhjes së njeriut. Kjo është nga urtësia e Allahut që njeriu nuk e njeh plotësisht. Duhet të jemi të ndershëm. Nuk ekziston asnjë hadith i saktë dhe i drejtë për drejtë, ku profeti alayhis salam përmend dinozaurët me emër ose për shkrim të qartë. Edhe kjo ndershmëri është vetë urtësia islame, të mos shpikësh atë që nuk ekziston. Por ekzistojnë hadithe të sakta që flasin për krijesa të lashta edhe botë para njerëzimit. Profeti alayhis salam tha: Allahu krijoi 341.000 lloj krijesash, disa në tokë, disa në det, disa në ajër. Dietarët e hadithit e kanë diskutuar këtë transmetim, edhe pse ka dobësi në zinxhirin e tij. Ideja që mbështet është e konfirmuar nga Kurani. Krijimi i Allahut është i pafundë dhe i larmishëm. Profeti alayhis salam gjithashtu në hadith të saktë thotë: Allahu e krijoi tokën para qiellit. Edhe kur e shtroi tokën, nxori prej saj ujin edhe kullotat. Toka para qiellit, procesi i krijimit, faza të ndryshme ku krijesat e ndryshme jetonin në kohë të ndryshme. Sheikh Ibn Uthaymini, dietari i madh bashkëkohor, u pyet drejt për dinozaurët edhe u përgjigj: nuk ka arsye fetare që të mohojmë ekzistencën e kafshëve të mëdha në tokë para njerëzimit. Allahu ka krijuar gjëra të shumta që ne nuk i dimë. Nëse shkenca ka gjetur kocka të këtyre kafshëve, kjo është pjesë e krijimit të Allahut. Sheikh Salih El Feuzani, kur u pyet për dinozaurët nga pikpamja islame, tha: Islami nuk bie ndesh me faktin se kafshë të mëdha kanë jetuar mbi tokë. Allahu i krijoi dhe i zhduku sipas vullnetit të tij. Çfarë ne nuk pranojmë është teoria e evolucionit, se njeriu ka evoluar nga kafshët. Kjo është e refuzuar, por ekzistenca e kafshëve të lashta, kjo nuk ka problem fetar. Sheikh Abdullah ibn Gjibirin, dietari saudit, u shpreh: Allahu thotë se krijoi çfarë deshi.
Prandaj nëse arkeologët gjejnë kocka kafshësh të mëdha nga epoka të lashta, kjo nuk cënon besimin. Çështja është, a i krijoi Allahu? Po. A i zhduku sipas vullnetit të tij? Po. Kjo mjafton. Ibn Qayyim el-Jauzi thot: urtësia e Allahut në krijim nuk kufizohet nga ajo që njeriu sheh ose njeh. Allahu ka krijuar gjëra para Ademit, mes kohëve dhe pas kohëve që njeriu nuk mund t'i numëroj e as t'i kuptoj plotësisht. Pse u zhdukën dinozaurët? Shkenca ka teori, meteori, ndryshimet klimatike, vulkanet. Islami ka perspektivën e tij. Allahu thot: ai krijon çfarë të dojë dhe shkatëron çfarë të dojë, dhe ai është i plot fuqishëm. Zhdukja e çdo lloji është nga vullneti i Allahut, është nga plani i tij, është nga urtësia e tij. Imam Kurtubi ka shkruar: shumë lloje kafshësh janë zhdukur nga toka para njerëzimit dhe pas tij. Kjo nuk është rastësi, është vendimi i Allahut. Çdo krijesë ka afatin e saj të caktuar, individi dhe lloji, dhe Allahu thot: çdo lloj ka afat. Kur të vijë afati i tyre, nuk mund ta vonojnë as ta përshpejtojnë as për një çast. Surja Araf 34. Çfarë nuk pranon Islami? Islami është i qartë dhe i drejtë. Pranon ekzistencën e kafshëve të lashta gjigande, pranon se toka ka histori të gjatë para njerëzimit, pranon se shkenca mund të gjejë kocka dhe gjurmë të krijesave të lashta, por nuk pranon teorinë darwiniste se njeriu ka evoluar nga majmuni ose kafshët e tjera. Kurani është i qartë: Ademi u krijua drejt për drejt nga Allahu, dhe Allahu i fryu shpirtin. Dhe kur Zoti yt u tha melekëve: unë po krijoj njeri nga balta. Kur ta kem formuar, edhe ti kem fryrë nga shpirti im, bini në sejdë para tij. Surja Sad 71-72. Njeriu nuk erdhi nga dinozauri, njeriu nuk erdhi nga majmuni, njeriu erdhi nga Allahu, drejt për drejt, me nder dhe dinjitet. Kur sheh skeletin e dinozaurit në muze, mos shiko vetëm kafshën, shiko madhështinë e krijuesit. Shiko se Allahu ka krijuar kafshë kaq të mëdha, sa një ndërtesë, i ka ushqyer, i ka udhëhequr, i ka zhdukur sipas planit të tij. Dhe pastaj, mijëra vjet më vonë, krijoi një krijesë të vogël, të brisht, pa dhëmb si ato, pa forcë si ato, por i dha diçka që nuk i dha asnjë dinozauri: shpirtin, logjikën dhe fen. Allahu thot: dhe ne nderuam birin e Ademit me nder. Surja Isra 70. Dinozaurët sunduan tokën me forcë, njeriu sundon tokën me mendje, me besim dhe me përgjegjësi. Allahu krijon çfarë të dojë, dhe çdo gjë që krijoi është dëshmi e madhështisë së tij.